Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga pagjumësia, merrni këto 3 vitamina dhe do flini si qingj. Gjumi i mirë është thelbësor për shëndetin dhe mirëqenien tonë të përgjithshme. Megjithatë, probleme të tilla si mungesa e disa vitaminave në trup mund të ndikojnë aftësinë tonë për të pushuar mjaftueshëm. Fondacioni Kombëtar i Gjumit në SBA rendit 3 mënyra për të ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Këto janë vitaminat për një gjumë më të mirë sipas ekspertëve. Vitamina B. Ky grup i vitaminave është thelbësor për përfshirjen e vitaminës B1, riboflavinës B2, niacinës B3, acidit pantotenik B5, B6, biotin, B12 dhe acidit folik. Këto vitamina janë të nevojshme për rritjen dhe zhvillimin normal të trupit, si dhe për marrjen e energjisë nga ushqimet që ham. Vitamina B12 është veçanërisht e rëndësishme në prodhimin e melatoninës, një hormon që rregullon edhe ciklin e gjumit. Vitamina C. E njohur si antioksidues i rëndësishëm për lëkurën, kockat dhe indet lidhse, vitamina C gjithashtu promovon shërimin dhe ndihmon në përthithjen e ekurit i cili është i dobishëm për gjumin. Përveç kësaj, vitamina C mund të kontribuojë në një gjumë më të mirë pasi ndihmon sintetizimin e dopaminës, një neurotransmetues që nxit ndjenjën e mirëqenies dhe lumturisë. Vitamina D. Kjo vitaminë luan një rol të rëndësishëm në sistemin imun, muskulor dhe imunitar. Mungesa e vitaminës D është e lidhur me çrregullimet e gjumit dhe depresionit. Rrezet e diellit janë një mënyrë natyrale për të marrë vitaminën D, por ajo mund të merret edhe nga disa suplemente dhe ushqime të fortifikuara. Marrja e mjaftueshme e vitaminave përmes një diete të ekuilibruar dhe suplementeve është një mënyrë efikase për të përmirësuar gjumin e shëndetshëm në përgjithësi. Gjithmonë konsultohuni me profesionistin tuaj të kujdesit shëndetësor përpara se të filloni të merrni ndonjë suplement. Veçanërisht nëse jeni shtatzan, ushqehuni me gji ose merrni ilaçe, gjithashtu, jepini përparësi pushimit dhe shijoni një jetë të shëndetshme dhe të plotë. Kështu do të evitoni komplikacionet që lindin nga pagjumësia. Ajo që ham veçanërisht para se të flem mund të ndikojë në ndjenjën e një gjumi të mirë. Ushqimet si mishi i pulës, bananet, arrat ndihmojnë në rritjen e prodhimit të serotoninës dhe melatoninës, hormone thelbësore që rregullojnë ciklen e gjumit. Dritrat integrale të cilat janë të pasur me karbohidrate komplekse mund të përmirësojnë gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit gjatë natës. Bananet dhe arrat të pasur me magnez dhe triptofan ndihmojnë në relaksimin e muskujve dhe nxisin prodhimin e melatoninës. Pula dhe peshku, burimet e proteinave me pak yndyrë të pasur me triptofan, janë ideale gjithashtu për të nxitur gjumin tuaj. Por cilat janë ushqimet që duhet të shmangni gjithashtu edhe për të përmirësuar cilësinë e gjumit. Për të shmangur problemet e tretjes mund të ndërprisni edhe gjumin, nutricionistët këshillojnë që të shmangni darkat e bollshme me yndyrë. Këto mund të shkaktojnë gjithashtu urth dhe reflukse. Çokolata e zezë përmban kafeinë dhe elemente të cilët stimulojnë sistemin nervor dhe mund të pengojë edhe gjumin. Darka e rëndë mund të shkaktojë shqetësime me tretjen dhe vështirëson gjithashtu gjumin. Përveç llojeve të ushqimeve rekomandohet që të hani edhe ushqime të lehta, të cilat do të sjellin në një gjumë më cilësor. Gjatë ditës të gjithë harxhoni shumë energji, kështu që ju duhet një gjumë i mirë, por shpeshherë keni të vështirë të flini. Në rastin e të rriturve rekomandohet që të flenë 7 deri në 9 orë në mënyrë që trupi dhe mendja të shërohen. Sidoqoftë nëse keni probleme të bini në gjumë, duhet të dini që, për fat të mirë, ekzistojnë receta natyrale që mund të përshpejtojnë gjumin tuaj. Sipas Brejcaj do të rendisim disa prej tyre. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë thelbësor të thellë dhe komod. Ai përmban gjithashtu triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, dhe është gjithashtu një ndihmë shumë e mirë për të përmirësuar mirëqenien. Hormoni melatonin prodhohet më së shumti në këto kushte dhe është thelbësor, pavarësisht do të nxjisë gjumin dhe ka efekte në lehtësimin e pagjumësisë kronike. Çaji i mentes. Çaji i mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Mentët gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provë ose një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për t'u marrë parasysh. Lëngu i qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë e gjumit.
Ky lëng është testuar se në disa studime lehtëson problemet e gjumit dhe është provuar një nga opsionet më të mira efektive për të lehtësuar problemet e pagjumësisë, duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez, kalium, dy minerale të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë gjumë të mirë. Përveç kësaj zvogëlon presionin e gjakut, endjen në veshka. Falë sasive të mëdha të elektroliteve natyrore ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Bananet. Bananet përmbajnë tripofan përveç dy mineraleve kryesore në relaksimin e muskujve, kaliumit dhe magnezit. Fruti ka efekte qetësuese që funksionojnë në mënyrë integrale dhe zvogëlojnë stresin fizik. Gjithashtu sasia e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon në ndjesi të ngopjes, gjë që rrit dëshirën për të vjetur. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë. Sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj relakson dhe largon stresin duke ndihmuar të flini më të qetë gjatë natës. Qumshti i bajameve. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë më të thellë. I pasur me magnez, qumshti i bajames ka prova të jetë efektiv kur bëhet edhe për një nxitje të gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka tripofan dhe falë kësaj, trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor në rregullimin e orareve të gjumit dhe kjo është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse në trup, zakonisht rekomandohet për prodhimin e lehtësimit të dhimbjeve të stomakut, pasi mund të ndihmojë në tretjen dhe lehtësimin e tensionit të brendshëm. Sidoqoftë kamomili ka prova të jetë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç është pagjumësia dhe ankthi, dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Qershit. Konsumi një lëngu të qershive për disa ditë me radhë sigurisht që do ju ndihmojë. Qershit janë një nga burimet më të mira të melatoninës që na ofron natyra. Melatonina njihet si hormoni i gjumit, ai lind nga shndrrimi i serotoninës. Melatonina zakonisht shlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndjeni të lodhur dhe gati për gjumë. Kështu që ju mund të flini më mirë pa marrë asnjë ilaç ose tabletë tjetër artificiale. Këtë e tregojnë edhe disa studime të cilat subjektet e testimit pinin një gotë me lëng qershie para se të flinin. Ata i zuri gjumi mesatarisht plot 17 minuta më herët. Gjëja më e mirë se efektet anësore të pilulave të gjumit nuk duhet të merren parasysh këtu, sepse është një produkt krejtësisht natyral dhe i shëndetshëm. Qiqrat. Qiqrat janë gjithashtu një zgjidhje e mirë. Ato janë plot me vitamina B6. Kjo konsiderohet nga trupi një mënyrë që të jetë në gjendje të prodhojë melatoninën. Qiqrave nuk ju mungon as kalciumi dhe as magnezi. Ky kombinim i bërë i përsosur për të mbrojtur edhe një gjumë më të mirë. Drithra. Nëse mungon vetëm magnezi, një bukë thjesht integrale mund të ndihmojë në vend të një tablete. Dihet se ushqimet me drithë integral që nxisin gjumin ju ofrojnë gjithashtu shumë magnez. Studimet mendojnë dhe tregojnë efektet e magnezit dhe nxitjen e gjumit. Produktet me drithra integrale janë një recetë e mrekullueshme, veçanërisht kur bëhet fjala për stresin, pasi magnezi redukton shlirimin e hormoneve të stresit. Si alternativë ndaj bukës mund të përdorni për shembull edhe bollgur. Produktet e qumshtit. Ushqime që nxisin gjumin vijnë në të gjitha format dhe ngjyrat. Nëse nuk jeni vegan, bulmeti mund të bëhet miku juaj më i mirë. Ato përmbajnë triptofan, i cili është një aminoacid i rëndësishëm për trupin. Ato bëjnë të mundur që trupi të prodhojë serotonin. Serotonina është hormoni i lumturisë që ju bën të jeni të lumtur dhe pengon edhe mendimet e bezdishme që vijnë gjithmonë në mbrëmje. Serotonina është e nevojshme për të prodhuar melatoninën. Frutat e thata. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit janë frutat e thata. Frutat e thata përmbajnë aminoacide esenciale triptofan dhe nëse dëshironi të përfitoni 2 fish, duhet i kombinoni të dyja. Avokado gjithashtu futet në listën e produkteve më të mira për një gjumë cilësor. Përfshirja e avokados në dietën tuaj do të jetë një mundësi e mirë për të rritur përfitimet e një gjumi cilësor dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Është e rëndësishme që të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale, të cilat kanë efekte pozitive për gjumin. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.